Përshëndetje shikues të nderuar. Mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit ton. Sonte kam kënaqësinë të ndaj mikrofonin me njeriun që jep shumë kujdes zemrës në kuptimin e plotë të fjalës, një kardiolog, mirë po edhe me njeriun që jep shpirt këngës popullore. Ai është doktor Zeq Kuqi. Mirë se erdhe, dok. Mirë se u gjeta. Si kaluat? Kënaqësi ndoni ka kush ma mirë se sa ti e kupton këtë emocion të zemrës e të këngëtarit si psikologë klinike. Falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit për kohën që gjatë të jeni pjesë e emisionit ton. S'pari ju komplimentoj për ambientin, i mrekullueshëm. Faleminderit. Dhe shumë relaksues. Faleminderit. Uroj të ndjeni ashtu si në shtëpinë juaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Doktor Zeq, tregom të lutëm, cila ishte lidhja mes një kardiologu që kujdeset për zemrën dhe një këngëtari i cili që çdo herë na ke dhënë shpirt edhe nëpërmes televizionit. Që të dyja lidhen bashkë, që të dyja kanë artin e vetë. Zemra dhe ndëgjuesit stetoskopi e kanë një imazh sa patriotik aq edhe simbolik që mund të shpjegohet edhe në mënyra dhe në forma të ndryshme. Stetoskopi është mjet shkencor me të cilin na zbulojmë sëmundjet. Kurse kënga është kur gjë tjetër pos një art, një emocion, një ndjenjë që gjithkush e përjeton. Po asnjëna pa tjetrën nuk shkojnë. Tregomni si filloi rrugtimi juaj si kardiolog. Po ato vite që nga gjimnazi, unë shkollën e mesme kam mbaru fatbarësisht në gjimnazin Lezlit Frashë në Ndeqan. Në atë kohë ka qenë vetëmi gjimnaz eksperimental në Kosovë. Ka pas disa gjenerata të arta. Edhe, me thonë të drejtën, gjatë shkollës së mesme, kom pas afinitet ma shumë për lanë shkencore. Po, mos me mohu që edhe lanë shoqërori kom dash shumë. Kom pas ndoshta prej profesorëve cilët kam pas një simpatit veçantë në mua që ndoshta më kanë sugjeru me marrë krejt diçka tjetër për të studiuar, me marrë edhe artin dramatik. Por, me qenë se afiniteti ishte diçka ma tepër edhe nevoja ishte shumë e madhe atëherë në atë kohë, që Kosova, vendi ynë të ketë edhe mjek. Atëherë talentin tim, thash po shfrytëzoj. Fillova ta studioj mjekësinë, por nuk jam pendu. Por dashuria për këngën kur lindi? Ka lind shumë herët. Prej shkollës fillore, në për koncerte si fëmijë të vegjël, ashtu shkollë të mesme pastaj. Gjatë studimeve, kem pas fatin na si shoqëri kultur-artistike Shpresa në Ndeqan që ta majmë gjallë kulturën. Edhe kemi majtë gjallë kulturën. Por, mandej fati ishte që unë ika për specializim në Gjakov, edhe në Gjakova si që njihet edhe si djepi kulturës, djepi muzikës, mbashin ato festivalet mbar kombëtare. Edhe njëri prej kompozitorëve të njohur, Nagib Bytyqi atëherë në atë kohë, në festivalin të 87 e bani një këngë shumë të bukur. Cilën? Këngë e Barot. Oh. Ajo ishte me motiv patriotik. Ajo ka kërku një këngëtar i cili mund ta interpreton atë këngë, edhe një shok i imi i ka propozu që këngën mund ta interpretoj unë. Shkum në audicion,
fillova ta kënoj kongën edhe tha djali mirë, këtu jo nuk ka ti duhesh ta kënosh kongën. Edhe unë pata fatin, e kënova kongën, mora gjitha shpërblimet, edhe të publikut, edhe të jurisë. Ju keni edhe shumë Edhe pastaj shpërblime. une jo vetëm si mjek që njihesha, por u bona pak a shumë më i dashur, më i afërt Afërt. edhe për publikun. Edhe tani jeni Se shumë i pranueshëm edhe i dashur. problem, jo shumë lehtë që prej Deçanit më shku në Gjakovë dhe ti mi marrë gjitha shpërblimet në një festival mbar kombëtar ashtu. Por falë asaj që Gjakova e dojnë muzikën e Mirëfillt, Gjakova është djep i kulturës, atëherë më prani unë, edhe unë atë ditë e sot meta në Gjakovë. Po mes Deçanit edhe Gjakovën, cilën kishit me zgjedhë, sepse lidhja ju emocionale me Deçanin është shumë e fortë. Gjithashtu Deçani është vetë zemra. Gjakova është shpirti. E kam një baladë shumë të bukur, mos më pyetni ku jam rritur, as sa plag në shtat i kam. Në Gjakov jam erëniku, jam lot krojesh në Deçan. Gjakova ka sinonimat lumin e rënikut. Mirë po jam lot krojesh, aty ku bëron ujë, aty ku bëron çdo gjë e mirë për mua, kështu që nuk mund t'i ndaj. Nuk mund t'i ndaj. Doktor Zeq, ju jeni këngëtari i parë që keni dalë me shqiponjë në këtë formë prej gjithëve këngëtarëve. Më flit pak për këtë pjesë edhe e di që keni pas shumë sakrifica sa herë që keni mbajt koncerte në Kosovë, sepse jeni përndjekur nga regjimi sërb. Plus ju keni qenë edhe doktor, kjo sigurisht edhe ja u ka dyfishu presionin shumë më shumë se sa të tjerëve. Unë gjatë karierës time gjithmonë atë simbolike kom pas si simptom të trupit tim që kom ndjek kënaqësi që mas çdo këngë publikun ta përshëndes me shqiponjë. Nuk ka qenë lehtë atër në të kohë. Sa për publikun, për me ditë që ajo kohë ka qenë e vështirë që na koncerte kur kemi majt, u dash kemi qu këngët e shkruara, edhe unë di vetë sa herë e kam qu këngën e shkruar në rast vekut kush po qanë, për shembull, e unë kam kënut këngën i Idris Seferit në koncert. Po vetëm që me marr vizën dhe lejen që me dalë edhe me interpretu në Po ju kanë bërë pastaj probleme? Koncert. Po më ka ndodhë sa herë, për shkak këngës patriotike, për shkak të sjelljeve të mia ashtu çfarë kom pas, po nuk jam pendu asnjëherë. As nuk jemi thykur. Trengom si lindi dashuria për këngën popullore. Po në Deçan nuk është një vend që s'ka pas këngëtar, që s'ka pas kulturë. Njihet si vend i kulturës. Edhe kënga Mirëfillt shqipe, edhe kjo popullore, e ka një zanafill, e ka për një folklorit të pastër. Na Deçani kem arsyen të mburrim edhe të jemi krenar për fillet që i kemi pas në folklorin duke u nisur nga Dervishaqa. Edhe pastaj ai një farforme ka qenë motiv për çdo këngëtar, për çdo tri, edhe për këngë, edhe për motivet e këngëve, edhe që se çdo kusht me dashur dhe me interpretu ashtu siç duhet. Cilën këngë të Dervishaqës e keni kështu si pikë të dobët që ju pëlqen më së shumti? Dervishi ka shumë këngë. Dervishi ka shkruar historinë me këngë. Është ajo kënga legjend kur ai në vitin 56 për shkak torturave që i ka pas, ka lshu vendin dhe ka ikë për Shqipëri. Edhe është kënga e famshme kur ta ktheva Kosovë shpinën, e lash borë, e gjeta dimër. Pastaj Dervishaqa e ka sjell për publikun këngën e cila është hit e kësaj kohe dhe gjitha kohrave. Poemën e shkrimtarit madh Hilmosi, më i Shqipni mos thuj Marova, ai e ka interpretu, ai ka shkru, ai ka sjell vetëm disa strofa, jo ton poemën, ajo ka 10 strofa, ky ka këndu 4 herë 5.
Oh, moj Shqipni mos, thuj jo maro i jova. More se djem tu hala, oh janë gja i jale. Oh në kam janë qu more krejt, oh Kosova. E ban lufte në bal për baji e jale. Bravo. Ju lumë faleminderit shumë. Një këngë shumë e bukur edhe ne të gjithë jemi rrit me këngë që ka shkruar historinë, këngë që ka shkruar historinë. E vërtet. Këngë të cilën e këndon gjithkush sot edhe e kërkon me ëndje. Herën e fundit e keni kënduar në ndejën tonë familjare, kur babi mori titullin Deçan. Edhe një këngë shumë e bukur, një interpretim juaj. Ashtu. I ndjeri, baba juaj, profesor Sylla, e ka dash shumë folklorin. Shumë. Edhe ka këndu vetë. Edhe ka këndu. Edhe me dëshirën më të madhe atë ditë që ishim, ja këndova këngën Moj Shqipni mos thuj marova. Edhe pyet Kosova për një qik. Edhe oj sharkije letë si era. O sa këngë të bukra. Edhe Moj Shqipni mos thuj marova. Gjitha këto edhe në rast të vekut kush po e kanë që e ka dashur shumë. Zdi, a i këndon dikush më bukur se ju? Donika ka mundësi një këngë, 2 fjalë mi kënu për një këngë që e ka dashur shumë babi yt. Po me knajtësi. Në rast vekut kush po kanë. Në rast të vekut kush po kanë, kanë sy zeza o për jarane. Oh, kanë sy zeza o për jarane, dushke boroh në mal po i thone. Këto 2 fjalë që ta kujtojmë, edhe përjetësisht është dhe mbetet në zemrat tona. Faleminderit ju e keni këndu edhe në nejën e babit këtë këngë, edhe a ju ka pas shumë për qefi, ju keni qenë pjesë e çdo gëzimit tonë familjar. I nderuar profesor Sylla i Syllej, i nderuar kryetar Bashkim Ramose, i nderuar familje të Syllej dhe Bicaj, të nderuar mysafir, me kënaqësinë më të madhe sot marr pjesë këtë event me rastin e shpalljes qytetar në nderi të profesorit nderuar. Deçani ka qitë shumë kuadra, Deçani ka pas gjithmonë kuadra të arta. Shumë djemë dhe vajza të Deçanit kanë qenë krenaria jonë, për shkencë, për kulturë, për gjitha. Por sot, Deçani e ka një ditë dhe më të veçantë, se profesori shumë i respektuar dhe i nderuar, shpallet qytetarë në deri dhe i jap akoma më shumë krenarin Deçanit. Rastene kultar kush ta kane, kone syzeza o her jarane. Kone syzeza o her jarane, dushke borone man pojthane. Dushke borone man pojthane, nuk pale në vere me dale. Nuk pale
Kur jam mucen në Kosovë nënen, o kur ka ndasht, oh me javrahane. Latu mirë lazen e fmije, po marrë rrugën, po shkoj Shqipnije. Kur ta tym sa Kosovë shpinen, o e njandor, o me qëtëm dine. O bëndyli Kosovar, hershe muje o, a i tër shdo kametar. Hajde kryendar, hajde. Kuj kryeri aty rapore, o njo muka, Ahman zer janë dore. Norman zerja o muka mije, o qenë matere le kosha tyje. Sahat, oh da poj me tyje. Një sahat besa një qereke, o edhe një qire sa kon me me.
sharkia, ne do perde historia. I kur jam ucen i Kosovë nënën, o kur ka ndashtoh me javrahtonën. Lam të mirë vlazen e fmijet, po marrë rrugën, po shkojnë Shqipnijet. I kur ta kthyn sa Kosovë shpinën, o e landor, o e zetën dinën. O bülbüli Kosovar, hepse uje ut, ai ter zhoko vetaro he. Oh, me kom pas një qivdelia, ljum, 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 ai ljumi unë. Oh, jeshaj pishëm shtatë kojshia, ljum, ljum, ljum. Të paharuara të ditë, ajo kohë. Ti rikthehemi pak edhe kardiologjisë, me qenë se jep një kontribut shumë të madh aty edhe e di që shpëton jetë. Sa është sfiduese për juve ky profesion?
Kardiologjia si krejt të gjitha lamit dhe lamit subspecialistike të mjekësisë janë shumë, normal që janë shumë sfiduese. Çdo gjë që ka të bëjë me pacientin është një sfidë në vete. Gjithmonë të manë gjallë ai disponimi, të manë gjallë shpresa e pacientit, të manë gjallë edhe dhimbja e pacientit që të gjithmonë t'jesh sa më afër ti, edhe për këtë arsye, muzika ka lidhje shumë të fortë me zemrën. Ka lidhje shumë të fortë me zemrën. Tregomi. Zemra ra për dy arsye, për të jetuar dhe për të dashur. Për të dashur, gjithmonë e gjen me këngën, për të jetuar, kur ti pacientin e kuron si që duhet. Nëse ti sot me një stetoskop, të cilat janë mjete shkencore, e bën një auskultim të duhur, të mirë me pacientin. I kushton pacientit kohë të duhur, që është obligative e domosdoshme sot çdo personel mjekësor, i cili nuk ja kushton në vizitë specialistike spaku 30 minuta të pacientit, ai bën gabim dhe lëshime të mëdha. Edhe është një satisfakcion, është një kënaqësi e madhe kur ti e ki profesionin e duhur, edhe me një palë ndëgjuese mos flasim tash që diagnostika ka arrit nivelet më të larta, e ke çdo mundësi që pacientit diagnozën për një kohë të shkurt, mos flasim për 24 orë, ta sjellish në tavolinë. Edhe pastaj fatbarësisht është një vend ku ka fillu dukshëm zhvillohet edhe prokurimin e shumë smundjeve, të cilat pacientit i bojnë një jetë më të mirë. Unë kom rastis në disa raste kritike për jetën e pacientit ku ju keni qenë prezent. Edhe kom pas sa me qetësi dhe sa mirë e balanconi atë krizën edhe pacientit, edhe familjarve, edhe stafit. Ku e gjeni atë qetësi? Vetë trajtimi i pacientit është artë. Është artë, sidomos mjekësia është artë. Nuk ka kur gjo ma të mirë, ma të këndshme sot, se sa kur ti i man dëgjusët në qafë edhe merë pacientin, e pyt, i merë anamnezën nga dalë, e kontrolën e auskulton nga dalë, kur ti shumë që ka mundësh me një parë ndëgjuse, të cilët fatkeqësisht sot gjeneratat e reja shumë pak po i përdorin. Shumë pak po i përdorin. Edhe kur ti ja kushton pacientit aq shumë, ai edhe nëse ka dhimbje i hiqen, i zhduken, redukohen. E ndinat kënaqësinë e vet që thot hala kush më mirë nuk më kontrolloj. Duhet me pas shumë durim që t'jesh i suksesshëm në diagnozë, t'jesh i suksesshëm në trajtim të pacientit. Ku e gjeni këtë qetësi edhe këtë dashuri, doktor Zeq? Dhun ti. Jeni shumë i dashur edhe për pacient, edhe për njerëz, edhe për krejt që ju rrethojnë. Profesioni jonë është plot emocion, plot sakrificë, plot sfida. Plot sfida. Është me të thonë një rast, cilin e kum pas shumë raste plot. Sa doja ta bëja këtë pyetje, të lutem, trego një rast më specifik që ka ndodhur apo emocional. Gjatë punës sime në repartin internistik në Gjakov, para luftës, vjen një pacient që ka qenë një emën për Gjakov. Një emën shumë i dashur. Kishte përjetuar infarkt. Atëherë nuk ishte koha sikur tash kur problemin e infarktit e zgjidh me një herë, pa pas nevojë me trajtu, pos e udhëzon me një herë atje ku duhet, në kardiologji invazive, të bëhet intervenimi pastaj,
Po atëherë na është dashur të ballafaqohemi me pacienta. Edhe vjen pacienti ndërkohë bjen në vdekje klinike. Unë nxjerri pastaj pacientin e reanimoj me elektroshok. Edhe ai nxirret edhe kalon shumë bukur për mrekulli. Pacienti pas 4-5 ditësh kërkon me imponim edhe të familjarëve, se e kishte mundësinë, se një familje shumë e njoftun, me shku për trajtim jashtë vendit. Dhe vendos edhe më thot, doktor, më bje keq, unë ju falenderoj krejt ekipën, falenderoj posaçërisht ty, por unë kom shpreh dëshirën që të shkoj jashtë vendit në Zvicër, të vazhdoj diagnostikimin edhe kurimin. Qysh ka mundësi, tha ti më arë me mu. Thash për mu nuk ka problem, mu më duhet vetëm një vizë, edhe unë me qenë për qelës i yti. Nëse ti e ke besimin të unë, atër unë me kënaqësinë më të madhe. Viza nuk u bë. Ai u mërzit shumë. Çka të bëj, tha unë, qysh të udhtoj, tha unë. Thash, atëherë u dashke prej Shkupit, më dhotu. Thash, unë vit për cili ty deri në Shkup. Shkum Shkup, 12 orë u shty aeroplani. Prap prita. Kur erë koha për më udhëtu, filloj të gjersitët. Tha, po e një vetën shumë keq, që s'të kom ty afër. Thash, ti mos ke dert, unë kom vendos, me arë me ty në aeroplan, deri në aeroport. Mos me të lanë edhe më këthy. Edhe kam sakrifiku shumë, edhe kam hyp me te në aeroplan, edhe gjatë ton kohës, ai e ka pas atë ndjenjën e qetësisë, edhe sigurisë që ja keni dhënë ju. E kemi bë një marrëveshje kështu me stewardess, me ekipën, edhe si është mundësia që unë me hy me pilot edhe me stewardess me kalu pa vizë, se pacienti po ndjen vetën shumë keq nëse unë nuk jo me te. Edhe kem arrit. Ai me siguri ka qenë një i mirë, kem arrit, edhe unë 3 net kam fjetë në dhomë me te në Zvicër. Derisa Pa vizë? Pa vizë. Derisa e kom dërgu te kardiologu. Kardiologu ka thonë, ti s'ki pas nevoj më arë, se gjdo gjallë, gjdo kurim, gjdo trajtim që e ki bo atje, është i duhur, por të vazhdosht qëndrosh këtu dhe 2 javë, me barë, në masi, edhe unë pas 3 ditër që më këthy. Si ke arrit të ktheheni? U ktheva, edhe me pyetën, edhe ju tregova sinqerisht, thash unë kom marrë pa vizë, e kisha një dokument që unë jem kardiolog, edhe punoj në spitalin këtu. Thash, një që pacientit të shpëton, unë kom sakrifiku. Ma kanë thonë pasoshën, edhe kanë thonë rrugë marë. Kur se më penalizu për atë. Për shkak gjesit ka qenë një sfidë madhe, një sakrifis shumë e madhe, por ka qenë edhe një humanizëm shumë i madh. Ashtu edhe ju njohim. Por që kur nuk pendohem. Ju lumt, doktor Zeq, ju lumt. Ju gjithashtu i keni këndu shumë edhe herojve tanë, dëshmorëve, dhe çdo herë pa pagesë. Po. Jeni njeri shumë human. Për ata jam shumë i plotësuar. Jam shumë i plotësuar. Ata që dhanë gjakun që na sot marrim frymë lirshëm, që na sot ta gëzojmë pavarësinë, t'i gëzojmë të gjitha, ata kanë mërituar edhe më shumë. Meritojnë edhe më shumë. Ata janë gjithmonë të pavdekshëm. Gjithmonë. Çdo ditë nëse na krijojmë, punojmë për ta, kur se kemi plotësuar. Doktor Zeq, të lutem, tregom cila ka qenë sfida juaj më e madhe në jetë. Sfidën më të madhe unë e thash me një farforme, po sfidë vetë profesioni jonë, edhe puna e përditshme, edhe me qenë sa ma korrekt, sa ma i sjellshëm, sa ma motivues për pacientin, është sfidë. Ju keni një energji të papërshkruar, një humanitet, një pozitivitet. Dhe mendoj që ajo shtylla mbështetëse jotja më e madhe është Arnesha. Një grua e fortë, një grua e cila e shkriu 2 familje në një. Më trego diçka më shumë. Po,
Arbresha ka meritat mëdha për arritjet e mia. Unë më thonë të drejtën edhe kur më kthy për specializimet, ndoshta një kohë, një periudhë kohë ka qenë ajo kohë që ndoshta edhe kom dashur të largohem prej muzikës, edhe mos mirë më me te. Besa edhe ndoshta edhe punën ta lëshoj dhe të shkoj diku jashtë vendit. Por ajo gjithmonë ka qenë motiv për mua. Ajo gjithmonë ka qenë përkrahase. Ka qenë dhe është gjithmonë. Ajo më ka mbështet mas shumë të një jetë. Ajo më ka shti me dashtë kongën, ajo më ka shti me punu. I jam falendëruese përjetësisht. Jam falendëruese përjetësisht për punën që e ka bo, për kujdesin, për motivin që u ka dhonë fëmijëve të mi. Unë kam 5 fëmijë, 2 vajza, 3 djemë. Vetëm ajo ka ditë t'i rrisë dhe t'i mbaj ashtu si që duhet dhe me qenë sot kaq të dashur për njëri tjetrin. Unë e di që ju vajzat i keni pika të dopta. Violën edhe yllkën. Po. Yllka tani vetëm e njohim, kolege imja, këngëtare mirë njohur, e pëlqyer, e ka trashëguar edhe yllka këtë pjesën edhe këndimin, edhe atë pjesën pozitive t'juja. Yllka me qenë modest tash, thëmë të drejtën, po Yllka njerë fillimisht ka qenë këngëtare festivalesh, po shumë e suksesshme. Edhe unë nuk ka harroj kur njeni një dasëm që kishte me martu djalin, e kishte një vajzë për asret. Edhe ai më thotë, vajza për asret, e kom vetëm një vajzë, e cila donë me pas Yllka kuqen mi kënu, ma ka vetëm 2 kongë. Thash, po Yllka nuk kongë darsma, vetëm festivalesh. Ama tha vetëm 2 kongë për hatër të vajzës. Edhe unë i thom Yllkës, Yllka s'pranon të. Qysh më shku në ndasëm, kur s'kom repertuar, kur s'kom se ka qenë gjithmonë plot ambicie kështu. Mirë po une me një farforme e obligova, detyrova dhe ma në fund në dëgjoj. Ajo 3 javë ditë punoj, me Astritin bashk, punoj, edhe filloj me shku në darsëm. Një tjetër ashtu, edhe sot Yllka është kjo ku është. Yllka përveç është një ambicioze, është shumë profesionaliste e mirë, është një intelektuale e mirë fillt, gjithashtu edhe një këngëtare, se unë po du me rujt atë anën kolegiale me ta dhe ta që së më pas, sepse është shumë e suksesshme, edhe më gëzon fakti sa herë që e shoh. Unë me thonë të drejtën gjithmonë kom pas dëshirën e madhe që fëmijët jenë të shkolluar. Edhe Yllka gjitha i mbaroj. Filloj edhe të ligjeroj në fakultet, pas 2 vitësh, e la fakultetin edhe tha, babi gjitha i kryva, tha. Ke pas dëshirë me kry specializim, ke pas dëshirë me kry master, ke pas dëshirë me kry fakultetin, gjitha i kryva. Ju përmbushë. Tha jam e përmbushun intelektualisht. E vërtet. Tha po unë, po e gjej vetën ma shumë me muzikë. Edhe nuk gaboj. Jo as pak, po na jep shumë kënaqësi edhe sa herë ndëgjojmë. Nuk gaboj. Intelekti i saj i ka ndihmuar shumë asaj me qenë nivelin çfarë është ajo sot. Është tash unë e kom vajzë, po vërtet meriton. Hajde një këngë për vajzat. Meriton. E meriton. Po kush ka vajza, botën ka, janë shërbet për baklava. Faleminderit. Kurse Viola është ka shku, mbaroj vitin e parë në stomatologji, pastaj shkoj në Amerikë, atje i shkoj zemra dhe shkoj edhe ajo, pastaj, po janë shumë të lidhura, Yllka me Violën janë shumë të lidhura. Viola një vajzë e bukur e edhe me vëllezërit shumë janë të lidhura. Por me Violën sidomos, ajo besoni që mrena 5 muajve që 3 herë po shkon Yllka. Edhe 2 javë qëndron vetëm me Violën. Unë mendoj që merite gjithë kësaj është nesha jonë. Një grua shumë e fortë, një grua shumë fisnike. E thash në fillim. Ju lumë për një familje të kompletuar, ashtu si që jeni edhe rëzatoni edhe në publik, edhe të njerëz që jemi rreth jush. E thash në fillim, po. Doktor Zeq, të lutëm, më thuaj, cili është himni i shpirtit tuaj? Me të thënë drejtën, ka shumë këngë që për mua janë himën.
Njerës pari çdo këngë cilin e kam këndu, këngë patriotike për herojt, për dëshmorët, se cila në vete është himen për mu, duke filluar prej himnit dëshmorët e Deçanit, e tutje. Por, ka shumë këngë, të cilat meritojnë me qenë himen, edhe valsi lumturisi i Vaqezelës, edhe Baresha Nezhmieva Karushës, edhe sërish vjen marsi i Ilir Shaqirit. Por, për mu ndoshta për këtë kohë, janë dy këngë të cilat i këndojnë gjitha moshat, edhe vërtet meritojnë. Është ajo, më Shqipni më stu i marova, edhe është robi s'plakët kur vjen mosha, robi plakët kur don vetë. Atëherë ta zgjedhim njërën. Ato që juve ju flenë më shumë në shpirtin tuaj. Moshe bukur, kjo rinia, gjamat mirë bota se ka, mirë po ja që vjen pleqnia, dhe kem borgjet për me la. Mirë po ja që vjen pleqnia, dhe kem borgjet për me la. Ju lumë se na knaqet. Faleminderit. Tani nuk po mundem pa u kthy prap tek zemra. Po. Tregom çka e lëndon një zemër. Dëgjo, zemrën e lëndon shumë çka. E lëndon smundja. E lëndon smundja e cila është e pakthyeshme, e pashërueshme. Por zemrën është mirë që mos ta lëndojmë na vetë, duke i ikur gjithmonë faktorëve të rrezikut që mund t'ju ikim. Qoftë një jetë aktive, qoftë mos konsumimi i duhanit, qoftë redukimi dieta e preferuar. Edhe çka është më rëndësishmja, mos të hyjmë tash faktorët hiperkolesteroli, hipertensioni, shumë smundje tjera sekundare të cilat lëndojnë, damtojnë në shkallë të lartë zemrën, edhe trurin. Por një diçka është ma që mundëm na për me mbrojt, është stresi. Stresi. Kem pacient për shembull që vjen me një infarkt, as një faktor të rrezikut se ka. As ka yndyrë të rritur, as ka hipertension, as ka diabet, por ka përjetu infarkt. Stresi është shumë domethënës. Stresit është mirë me ikë. Tregomni si e menaxhoni ju stresin. Është një smundje shumë e rrallë, një sindrom. I thojnë Takotsubo. Është një sindrom i rjetës së peshkatarëve që kanë gjujt aktapodin. Do më thonë, zemra pas një stresi akut dekompenzohet. Formon pjesën apikalet zemrës së majt një balonizim në qatë formë, aq shumë e lëndon zemrën, sa duhet kërkon trajtim sikurse një sindrom akute koronare. Do më thonë, një smundje, një sindrom i zemrës së lënduar, sindromi i zemrës së lënduar, për shkak të një stresi, fatkeqësisht më shumë i rrok femrat në moshën 55-60 vjeçare. A lidhet kjo dhe me klimaksin? Sepse janë shumë të ndihshme në stres. Do shta dhe ndryshimi hormonal? Edhe stresi është aq i rëndësishëm. Do të thonë, një stres shkakton një dekompenzim akut të zemrës, që don trajtim sikur smundja, sikur një dekompenzim tjetër, qoftë prej koronareve apo prej ndonjë kardiomiopati tjetër. Mon një trajtim të njëjtë. E faktikisht koronarët pastaj pas koronarografisë dalin pastër. Fatbarësisht kurohen shpejt dhe gjendja kthehet përmirësohet për 3-4 javë.
në gjendjen e mëparshme. E Në mohon përmendet sa është i rëndësishëm stresi. stresi. Me ik. E sot na jemi të rrethuar për stresit. Sot një situatë, një gjendje çfarë ne sot na ka ardhur. Njerëz kanë të drejtë jenë stresuar, kanë të drejtë jenë traumatizuar. Po kupton, çdo ditë jeta është bë më e shtrejtë. Dhe më e rëndë. Gjithë njerëz nuk jetojnë, nuk përjetojnë njësoj. Është bë jeta shumë e rëndë. Njerëz jetojnë, zgjohen dhe binë me dhimbje, me plot stres. Atëherë ata janë të pa është shumë vështirë t'i shërosh. Se ato lëndime nuk shërohen. Nuk shërohen. Sot na nuk jemi të vetëdijshëm çfarë thona që s'kem menu, s'kem paramenu kur që kem marrë në rrethana të tilla. Çdo gjë kur nuk e ketë sigurt. Sot nuk e ketë sigurt me dalë me ble një bukë me lekë që i ke. Pse se nuk din kur t'hyn në dyqan, nuk din sa kushton. Po që askush nuk i interesohet për këtë çështje. Si interesohet se fatkeqësisht një stres po jeton shumë mirë, por që nuk mendojnë për stresin tjetër. Sidomos edhe për stresën, për pensionistët tonë, e cila është një stres që ka mbetë shumë keq. Dhe nuk e kthejnë Donika kohën. shumë mirë që e inicove. Ata janë njerëz që kanë dhënë një kontribut shumë të madh në këtë vend. Një problem. Dhe sot jetojnë vetëm me 250 euro intelektual që dikur kanë qenë njerëz të mirëfillt. Diçka që kanë dhënë shumë për këtë vend. E sot ky vend, këta njerëz që kemi në krye, fatkeqësisht që vetë i kemi vendosur aty, nuk e kthejnë kokën mbrapa me pa ku janë këta njerëz, me çka po jetojnë, s'kan asigurime shëndetësore, as një mbështetje nga shteti. A është ky turp i njerëzve që i kemi në krye të institucioneve tona? Donika shumë mirë që inicove këtë çështje. Është shumë e dhimbshme. Kjo është shumë e dhimbshme. 40 vjet doktori punon Matild Bardh, punën me përgjegjësi, me ndërgjegje të pastër, me plot sakrifica, me plot mundime. 40 vjet e ushtron profesionin e mjekut, del në pensionin e 120 euro. A mendon ky popull? A mendojnë këta njerëz që vinë na bin 2 gjunjë me marrë një votë? A mendojnë sa herë është inicu kjo çështje? Besomni që 10 kolegë të mit në Gjakov i kom të cilët kanë stazh 40 vjeçar edhe marrin pension 120 euro. Turp. Kjo është e dhimbshme. Kjo është e turpshme. E papranueshme. E papranueshme. Shumë e dhimbshme. Pse bre doktor Nuk e mendon kush. Po dhe një pension i mirëfillt sot është 300 euro. E mjekut i cili ka kontribuar 40 vjet për këtë popull. Kurse kolegë tjerë sot që dalin e ata që kanë dalë dje e marrin vendimin me pagë mujore 120 euro. Sa ofenduese edhe dhimbshme. Shumë ofenduese. Merrem me mend një intelektual të bëhet rast social. Rast social që ashtu Që ka shërby këtij vendi me vite. Ja ul dinitetin, mirëqenien. Edhe para fëmijëve, edhe para rrethit, edhe para gjithëve. Qysh bre nuk e mendojnë, sot ju në gjendje me 4 muaj, 5 muaj, 6 muaj, mos mu formu institucionet të cilët janë të gatshëm ta formojnë që e kanë marrë votën tonë, nuk mendojnë kush për ne. Pse doktor Zeq nuk ngriteni ju të flisni, ose shumë si ju, intelektualt, kokat e këtij vendi? Pse nuk krijoni një tryez trumullak, një diçka, sepse këta njerëz mendoj që çdo është ta kenë dikon mbi që i mbikëqyr edhe mi u thon stop, se një bër psikovampirat e vendit tonë. Do thot çfarë presioni psiqik i bëhet këtij populli. Edhe shife sot, për shembull nuk po hym tash çështjet politike, po është me këtë çështje, po shqetësimet tona, të cilat edhe folën për smundje, edhe gjitha këto janë pikërisht prej gjërave psikosociale që po na vijnë.
Do thot stili i jetës që ne e bëjmë sot. Punon, shkollosh me dinitet edhe në krye të vendoset dikush që është ndoshta 5 herë më i ulët se ti dhe duhet t'i zbatosh urdhrat. Nuk e mendon kush këtë çështje. Jo, as pak. Se mendon kush këtë çështje. Këtu është fatkeqësia që njerëzit nuk mendojnë. Edhe sot përkrahet ndoshta dikush që asnjë premtim nuk e jap. Nuk përkrahet edhe ai i cili për shembull thot unë do të bëj një ngritje pensionesh 50%, do të bëj një ngritje të pagave 50%, se merr votën. Doktor Zeq, nështë edhe populli është lodhë. Jemi lodhë me premtime të rrejshme. Jemi lodhë me gjitha këto maska që uranë. Shumë. Populli aq shumë është i lodhur sa dojmë veprime. E veprime s'kem. Shumë pak këtë drejtim. Shumë. Nuk kem veprime se nuk kem njerëz që na përfaqësojnë. Na fatkeqësisht me thonë tash kem pas në disa gjenerata edhe legislatura kem pas edhe kolegë tonë, deputet, por që nuk e kanë mbrojt profesionin e mjekut. Ndoshta dhe si kanë dëgju? Ndoshta kanë ranë në vesh shurdhër, mirë po kjo është e frikshme. Sot mja ul dinitetin mjekut, i cili bjen prej një pagë dinitetshme me një pension 120 euro, ajo është e dhimbshme. Ajo është depresive, është rrezikshme. Ai nuk mund me pas mirësjellje me fëmijën e vet pastaj, me familjar tjerë. Edhe duhesh qytetërisht me thonë atu pse ky njeri ndryshoi kështu. Ndryshon se rrethonat u krijuan të atilla. Çaj me ndryshu, se vun vet, vun për tjerët. Ndoshta një pjesë të fajit e kemi edhe vetë, doktor Zeq, mendoj. Shumë. Sepse ju kemi lënë shumë hapësirë njerëzve pa kredibilitet, njerëzve me ide të mbi vlerësuara mbi veten, njerëzve që mos them ignorantave edhe ja ku jemi. Një pjesë të përgjegjësisë e mbani pikërisht ju kokat e këtij vendi. Dhe çdo herë në secilin emision po e përmendi këtë edhe me musafirë të tjerë, sepse jeni njerëz që keni dhënë shumë kontribut në këtë vend dhe vazhdoni edhe në këtë moshë të jepni kontributin e juaj dhe askush si ndëgjon shqetësimet e juaja. Kemi ranë në vesh të shurdhër. Si duket që po. Të rikthehemi pak në moment të gëzimi, folëm pak çka e lëndon një zemër. Mirë po, më thuani çka e gëzon një zemër. Zemrën çdo gjë e mirë. Çdo gjë që e rrethon bukur, zemrën e gëzon. Edhe dashnia, edhe konga, dhe muzika, shoqënia, rrethi i mirë. Çdo gjë e gëzon zemrën. Çka e gëzon, doktor Zeqën? Mësë shumëti që e bën njeriun më të lumtur në botë, që e bën mi harru gjitha sfidat që i ka kalu gjatë ditës dhe një moment e mendon diçka dhe kalon në një fazë krizë. Të gjitha i harroj kur e shoh që e kam një familje të shnosh. I kam fëmijë të afër. I kam të afërmit e mi të afërt. Edhe ajo me bën të ndjem mirë. Cila është kënga që ju e këndoni kur jeni të gjithë të grumbulluar në familje? Unë zgjohem herët. Kafën e bëni vetë. Edhe kafën e bëj vetë. Hekurosni vetë. Po. Jeni shumë pedant. Kafën e bëj, po... I zbulova disa nga tiparet e juja. 80% të rasteve, kur unë kafën e marroj, unë edhe këndoj. Edhe koridoreve të spitalit, kur takojnë ndonjëherë, njihet një zo duke kënduar, edhe me njerë e di thom ja, doktor Zeqa. Unë ndëgjo se duhesh edhe njërin e jetës duhesh ta motivosh. Për shumë që motivi ju është kënga. Edhe tash ti duhesh me një farë forme, edhe me këngë me motivu. I kam kënu për para se
në kohën kur jam dashëru, jemi bashku, i ka majt flokt krela. Edhe gjithmonë ja kom kënu kongën, ma ke rrugën ka dera imës, milshon sytë më me më shiku. Pasha flokëzit krela, gjallë të shpijas, shoj më shku. Nishës. Po. Edhe thot, i lumi ti për veti më burë jam, qysh po të shkon konga ka qherët. Të bu kafën. Mirë po, aj që kënon, kesh nuk me ndonë kur. Jo, as njëherë. Kesh nuk me ndonë kur. Ti ke motiv për punë, ke motiv për profesion. Ky profesioni jonë i mjekut nuk është i letë. E shumë i rëndë. Konga është inspirim. Shërim i shpirtit. Konga është inspirim, shërim i shpirtit. Edhe konga, edhe muzika, edhe zemra, edhe shkenca e kanë një pikë thellë të përbashkët. Njëna shëron trupin, tjetra shëron shpirtin. Konga shpirtin e shëron. Na kem nevojë me shëruar shpirtin. Se nëpërmes kongës dhe me kongën ti ja zvoglon stresin edhe pacientit, edhe njerëzve që janë smurë. Ju redukon dhimbjen. Nuk mendojnë shumë për shkak se konga është relaks i shpirtit. Është plotësim shpirtëror. Doktor Zeq, të lutem më thuaj, cila nga profesionet e juaja, kardiologjia apo muzika është primare? Donika, kjo mjekësia të unë gjithmonë ka qenë primare, më thonë të drejtën. Muzikën e kom pas sekundare, hobi, por që më ka plotësu pastaj, që unë ta zhvilloj profesionin tim ashtu siç duhet. Gjithmonë i përmbushën. Përndryshe, mjekësia don punë, mjekësia don përkushtim, mjekësia don rrjedha, don lexim çdo ditë, sepse ti duhesh me ecë me kohën. Pacienti duhet çdo gjë, ti duhesh me ditë me ja interpretu, edhe mënyrën më moderne të trajtimit ai me pas me ti. Prandaj edhe kjo edhe kjo ka një sakrificë. Është edhe një sfidë në vetë, nuk është i lehtë. Doktor Zeq, lutem më thuaj, kur jeni bashkë krejt familja, me qenë se jeni një familje artistësh, jeni ju, Vali, Ylka, cila është ajo kënga juaj e preferuar që e dhëzni atë atmosferën familjare? Nena duhet mi plotësu të gjitha tash. Na gjithë jetojmë në Kosovë, Vali jeton dhe punon në Tiranë. Vali ka marru fakultetin për kompozicion në Akademinë e Muzikës, edhe fatbarësisht që po mirët edhe më muzikë. Ka fillu tash së fundmi edhe me këndullë në për ahengje bashkë me Ylkën, që është një plotësim i madh i dëshirës që e kemi pas. Edhe ullëm, Vali normal i bjen pianos, na kënojmë konga ma të ndryshmet. Po shpesh e kënoj një kongë shkodrane, edhe njëherë du me qajt halin. Edhe vesh Shqipnis kur s'ma shun malin, kur mos kofsh gërbetizi. Me plësu të gjitha, me këtë kongë i plëtsoj edhe për gërbet qartë, edhe për ata që janë Shqipni, edhe Shqipnin, fundit, e kemi pjesë të shpirtit që s'mundën. Plus jeni mi qasum duke tash pak me Shqipëriu. Po. Tash është edhe ajo pjesa tjetër. Ai jeton, bashkë jeton me një vajzë shumë të mirë, me një vajzë shumë punëtore, që na ka përmbush të gjitha me thonë të drejtën. Edhe po ashtu edhe me të tjerët jam shumë i kënaqur. Unë kam edhe 2 djemë tjerë, Ylli, i cili jeton edhe është i martuar, ne kam një nuse perfekte, ka një jetë shumë të lumtun. Vatani po ashtu jeton në Gjakov. E thash edhe ma herët, Viola, po jam shumë i plotësuar.
Jam Kjo shumë i ka plotësuar. rëndësi, kjo ka rëndësi. Edhe mundona me qenë gjithmonë unë ai shtytës edhe mi bashku, po më tonë të drejtën, për më na bashku, nesha është ajo cila na bashkon më shumë. Na bën bashkë, jo vetëm për festa, po dhe hera e tjera kështu për qef. Edhe na, me na pa në shtëpinë tonë, ti thu, je në një shtëpi muzikantësh, Edhe ashtu kështu jeni. ku secili për veti e këndon, po fatbarësisht edhe na, edhe këta të tjerët na përkrahin shumë, e njohin muzikën shumë, edhe e dojnë shumë muzikën. Edhe i kem përkrast fort, publik të mrekullueshëm. Ajo është e bukra. I kemi edhe 2 engjuj, Luizën e bukur, ndjenja më mirë në jetë është, asgjë është ndjenja e prindit çka është e E gjyshit. gjyshit. Luiza, vajza e Ylkës, edhe Uliksi, djali i Yllit. Kënaqësi. Ta Doktor Ceq, fëmijët e fëmijëve janë, thonë, fëmiu i yt është sikur pema, e fëmiu i fëmiut është si fryti. si fryti. Mjalta mjaltës. Ta bëjnë jetën shumë të lumtun, të motivojnë për jetë. Doktor Zeq, faleminderit për sinqeritetin, faleminderit për gjitha këto pjesë personale që i ndave me ne. Po për fund, një mesazh cili kishte me qenë nga ju, për një përmbyllje të këtij emisioni, sepse na japet shumë kënaqësi. Të punojmë shumë, ta bëjmë vetën dhe të tjerët gjithmonë të lumtun, me aq sa kem, to rrethana që na jetojmë, edhe robis plakët kur të vje mosha, unë dhe ti Donika plakëm kur dojmë vetë. E sakt. Po për fund, për me përmbyll këtë emision tonin, cila kishte me qenë kënga juaj. O ju fushat e deçanit këtu ku njeva të pari në gzim. Kaq. Pse? Kaq. Pse fushat e Pse deçanit? aty u rrita? Aty u rrita, aty u kalita, aty linda. Është një vend i pa përshkruar. E fillove dhe mbarove me deçanin tënd të bukur. Faleminderit. Edhe për ty se me të thonë të drejtën, unë jam deçanas. Ty me të thonë që je deçanasë, ti gjithmonë thuje e isniqit. Por vetëm një lumë, një bistris në ndonë. Po që ai lumë është zbukuru shumë, ai na bashkon. E vërtet, unë origjinën e kam nga Isniqi, edhe thom çdo herë me mburje, nuk është që e njoh mirë, po e ndjej shumë atë vend. Ai na bashkon. Faleminderit shumë, faleminderit për kohën, për gjitha. Ishte kënaqësi. Unë pata kënaqësinë, Donika. Unë të përgëzoj për emisionin. Faleminderit. Emision shumë i qelluar. Kush më mirë se ti nuk din ta bëj këtë punë. Je psikologe klinike. Njerëzve ju din hallin. E vërtet. Edhe dëshiroj sukses. Faleminderit. Në tarmen, ty shëndet, edhe suksese. Faleminderit për ekipës. Ky ishte qëllimi, ju na dhat kënaqësi. Faleminderit për gjitha. Fushave deçanit, rrinim hije, shuhej malë zemrash, bahej fije, sa kokra qërshi, unë për ty këputa, te gjitha kujtimet, thellë zemër i futa, sa të dua të kam pran, pas një zas një fjal. Bravo.